إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala, prej tij ndihmë kërkojmë vetëm tek Ai mbështetemi dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që lën Allahu në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë posti. Salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar, prej karakteristikave të fesë islame dhe dhuntive që Allahu azza wa jall I ka dhuruar këtij ummeti, pra ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, është që brenda një adhurimi kemi adhurime të vlefshme dhe që besimtarin brenda atyre adhurimeve shpërblehet me shpërblime të mëdha. Shembull po e marrim namazin. Brenda namazit dihet që namazi është obligim për të falur. Por Allahu subhanahu wa taala e shpërblen njeriun me shpërblime të mëdha edhe për veprimet që ndodhin brenda namazit. Si për shembull sejdëja, përulja me ballë në tokë, e ka një pozitë të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala, ku Allahu azza wa jall shumë e shpërblen robin në momentin, në pozitën që është më të ulët e pra me ballë në tokë. Çdo veprim dhe çdo sakrificë që vepron njeriu, Allahu azza wa jall nuk ja humb besimtarit asesi. Kështu është edhe çështja e Ramazanit, çështja e agjerimit. Pas pak ditëve do të futemi në 10-shin e fundit të Ramazanit. E që Allahu azza wa jall këto net I ka dalluar nga netët tjerë, pra nga fillimi I Ramazanit. 10 që I fundit është akoma më shpërblyese tek Allahu subhanahu wa taala. Po dhe brenda 10 që të fundit është nata e Kadrit, që ka veçuar Allahu azza wa jall edhe me një natë tjetër. Pra brenda në Ramazanit kemi disa veçori, brenda Ramazanit, brenda një adhurimi kemi edhe adhurime shtesë ku Allahu azza wa jall don vetëm me I shpërbly besimtarët. E nata e Kadrit që gjendet në këtë 10-shin e fundit është më I mirë më shumë se sa 1000 muaj. Pra, adhurimin këtë natë është më I vlefshëm më shumë se sa 83 vite adhurim. Se sa me përkushtu një jetë Allahut azza wa jall me adhurim. E kjo natë po I dedikohet besimtarëve që o besimtar, o musliman, po e shfrytëzove këtë natë me adhurim dhe me lutje, do të shpërblehesh tek Allahu azza wa jall sikur tër jetën me pas adhuru Allahun azza wa jall. Pra dhunti të shumta, mirësi të shumta për besimtarin. Ku Allahu azza wa jall për besimtarët të cilët I kryen këto obligime dhe këto detyrime ndaj Allahut, shpërblehet me shpërblime të mëdha, sepse Allahu po don me çdo kusht. Pjafron mundësi besimtari që o besimtar shfrytëzoj këto mundësi që ta fitosh mëshirën e Allahut, që ta fitosh faljen e Allahut, që ta fitosh përgjigjen e lutjeve të Allahut subhanahu wa taala për lutjet që I bën, më në fund që ta fitosh xhenetin e Allahut azza wa jall dhe të shpëtosh nga zjarri I xhehenemit. Allah na boft
prej banorëve të xhenetit Firdausi ya Rabbi. Andaj vëllezër të dashur, muslimani të 10 e fundit, pra duhet t'i shfrytëzojnë ashtu që i kanë shfrytzuar gjeneratat e para si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij dhe dietarët e mëdhej, koloset e këtij ummeti. Për të shfrytzuar këto 10 netët, preferohet që besimtari të falë namaz natë. Se padyshim, nëse një besimtari falë namaz natë, do ta qëlloj natën e kadrit padyshim. Andaj, namazin natës të japim pra më shumë kujdes, të kujdesemi më shumë, që të falim namaz dhe të shfrytëzojmë këto net që i kemi përpara. Përpos namazit të natës, të bëjmë dua dhe të kërkojmë falje për Allahut subhanahu wa ta'ala. Ashtu që shvepron të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kur thotë Aisha, kur u fuqin 10 netët e fundit, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam u pregadiste dhe mo nuk flinte natën, bënte namaz, lexonte Kur'an, lutje dhe zgjonte familjen që edhe ata apo familja edhe ato gra të falin namaz natë dhe të lusin Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse janë 10 net shumë të shmuara tek Allahu subhanahu wa ta'ala, këto 10 net ka mundësi do t'jesh për atyre të falurve, ka mundësi në këto 10 net do t'jesh për atyre të shpëtuarve nga zjarri i xhehenemit. Përpos lutjeve dhe istighfarit, në këtë natë, në këto net, preferohet që besimtari të jep edhe sadaka. Nëse ka mundësi çdo natë me dhënë sadaka, me ndihmu dikë, le ta ndihmoj, sepse nëse qëllon natën e kadrit në këto 10 net, e që shumë dietarë thojnë nuk është një natë e caktuar, por mund të jenë pra kjo natë e kadrit të jetë në 10 e fundit, për atë arsye dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u angazhonte. Nëse sadakaja jote qëllon në natën e kadrit, do të shënohesh tek Allahu azza wa jall sikur 83 vite e më shumë me dhënë sadaka për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po të kthehemi tek dietarët dhe të shohim se çka kanë vepruar ata, disa shembuj do t'i sjellim. Imam Maliku për shembull në 10 e fundit i kanë dalë edhe ligjëratat dhe është marrë vetëm se me adhurim. Imam Sufjan al-Thauri, shoku i tij, këto 10 net ju ka përkushtuar Allahu subhanahu wa taala me lutje. Imam Shafiu me Kur'an ju ka përkushtuar Allahu subhanahu wa taala duke lexuar sa më shumë Kur'an që të fitoj sa më shumë shpërblime në këto 10 netët e fundit. Andaj vëllezër të dashur, duhet që ta shfrytëzojmë këtë kohë. Se jeta po kalon shumë shpejt. Çka janë 10 ditë më përkushtu Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall të na bëj për aty me besimtarëve të denjë që shfrytëzojnë këto raste. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Vëllezër të nderuar, e falenderojmë Allahun azza wa jall. Salat e selamet i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Shumë besimtar muajin e Ramazanit e fillojnë me një entuziazëm dhe më pas fillojnë duke u dobësuar. Besimtari i mençur është ai i cili nuk dobësohet, por mund në fund e shton edhe më shumë adhurimin dhe përkushtimin dhe Allahu subhanahu wa taala, duke mos i lënë që t'i ikin këto mirësi madhore nga Allahu azza wa jall. I tillë ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse gjatë Ramazanit jipte dhe ndihmonte dhe ju përkushtonte Allahu azza wa jall, në 10 e fundit ishte edhe më bujar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe më aktiv me adhurime. Njërë sikur garuesit, duke ju afruar aty, pra
tinishit, edhe më shumë e japin atë energjinë e tyre dhe aktivizohen maksimum që të arrin pra në cak për të fituar. Edhe besimtari është i tillë, nuk i lën këtë mundësi që të ikin, por përkundrazi aktivizohet me namazdate, aktivizohet me lutje, aktivizohet me sadaka e zekat dhe punë të hajrit, punë të mira që ta fitoj kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, ka mundësi që kjo natë, nëse je i përkushtuar ndaj Allahut azza wa jall dhe të pranohen lutjet, ka mundësi që nga kjo natë të ndryshohet jeta për së miri dhe do të jesh prej banorëve të xhenetit, e si ta humbim këtë mundësi. Allahu na uzoft, Allah na fal gabimet. Elusim Allahun azza wa jall që Allah të na pranoj agjërimin ton. Elusim Allahun që të jemi për atyre besimtarëve të falur. Elusim Allahun azza wa jall që të jemi nga ata që i shfrytëzojmë këto 10 jetë dhe nuk na kaplon për tacia. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na pranoj lutjet tona. Elusim Allahun të ndihmoj besimtarëve kudo që të jenë nëpër botë. Elusim Allahun azza wa jall të shëroj të sëmurit tan, të mëshiroj të vdekurit tan. Elusim Allahun azza wa jall të na pranoj lutjet tona. Elusim Allahun të na udhëzoj neve dhe përmes neve t'i udhëzoj dhe të tjerët. Elusim Allahun t'i udhëzoj fëmijët tanë, t'i ruaj familjet tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala t'a ruaj popullin tonë dhe mbar besimtarët kudo që t'jenë nëpër botë. Amin e amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha al fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.